Ke shumë vite tek Portokallia, shumë role, shumë kostumografi. Ju madje keni shkuar edhe në ture verore në çdo qytet. Na tregon një histori që të qeshim, diçka që ka ndodhur, në një incident, në një aktor ose për ta ditur. Ne emra kam kapur një dy duke bërë seks bashkë edhe. Vërtet? Ke ajo garderoba? Jo më zemra, ishim kështu brenda grupit, brenda Portokallisë. Se mos ka qenë në role. Jo, ishim në rol, jo. Ishte e përhershme ai muhabet. Dhe nejse, ha, çka kishte qenë? E përhershme kishin bërë zakon. Nuk ja u them emrin. Do emra. Jo, nuk i kërkon fantosi. Ata që e din, ha, çfarë do tash zemra? Jo, unë do ta them një pyetje që kam. Janë bashkë akoma? Jo, më zemra se i prishin punë, se ndahen nga familja. Ti u bashkove këtyre? Kanë qenë dy tjerë që janë bashkuar ato vllai, jo unë. Rizin, unë ndërkohë që po lexoja për ty si personazh, lexova pak edhe për babin tënd dhe pash që babi yt vinte nga e njëjta fushë, ishte artist, ishte regjisor. Babi është regjisor, ka qenë 25 vjet drejtues, domethënë ka qenë, si tush, se kështu kanë qenë specialist i kulturës, drejtor për artin në Këshillin e Qarkut të Tiranës, ka qenë edhe fituesi festivaleve pafund të ansamblit Tirana, që ka qenë regjizori i asaj, edhe ka vënë shumë shfaqje, domethënë një nga ato shumë herët flas në kohën e Enverit, tregon për shembull për Agron Llakën. Babi ka qenë i pari që ka marrë Agronin, ka qenë punonte në minier. Dhe Goni ka qenë një imitues i shkëlqyer dhe imitonte drejtorët e minierës. Sa ishin këto imitonte shumë mirë. Dhe babi thoshte që e merrnim se ishte shumë i lezetshëm, kishte shumë humor. Dhe Goni ka pas dalë për herë të parë, Goni e ka thënë vetë në intervistë që për herë të parë mua më ka nxjerr Fatmir Veleshnja dhe ka vënë dhe shumë shfaqje me shumë artistë të vjetër, se ne kemi artistë shumë të mirë, mund ta harrosh për shembull Ceken. Jo, absolutisht. Një komedi Cekës, një talentin të trashëguar nga babi. Talenti nuk trashëgohet, zemra ime, se shumë gjëra dashurin për artin. Shumë gjëra nuk trashëgohen. Dashuria për artin, për skenën, për dritat, për nga babi. Po babi, jam kurioza, ka të njëjtën natyrë me Rezin, për shembull? Babi është me mamin akoma, mos më pyetë. E di që je vën, po vazhdoj me mamin. A ka të njëjtën natyrë si ti? Jo, jam kurioze të është shumë më serioz, ka një zë shumë të trash. Është bas, kështu si Flori. Edhe është shumë herë më i gjatë se unë. Është diku gati sa Edi Rama. Ishte edhe simpatik kështu, po e lejmë këtë se është me mami. Të thashë edhe njerë jo këtu se na shikon kamera të hengërt qenë dheri. Pra po thoshim që artist ka shumë të mirë, që ta lëm babin se thashë me. Artist ka shumë të mirë, po puna është e skenarit. Por që ta përmbyll tash, ti vë vulën në Portokallia. Aktor domethënë të mirë, që unë domethënë them që Portokallia domethënë i ka 3 kolona, që shqyr zotit janë ato 3 kolona, se po mos ishin ato Portokallia do binde, po është domethënë gazpaja për mua, që është kolona le të themi kryesore, shtylla që e mban aty. Është Irgeni. Edhe më beso që ai Romir Zalla ashtu siç duket, por Romiri ka një skenar, ka një dorë shumë të mirë. Janë këto, se po mos të ishin, për mua, domethënë, pavarësisht sa të rritet gjëja që vjen e re, sigurisht këto kolonat janë. Se mund të ikin këto, po ajo gjëja e re që ka ardhur, rritet ajo dhe bëhet ajo një kolonë. Varet pastaj si do eci. Kështu që nuk e di nëse ti mi dakord. Ne po tavolina. Do vonojmë shumë. Shime. Ku është zë? Rënë janë ata. O vllai ishte.